Opozita i ka pas dy mundësi, kur ne propozum që ata të votojnë 200 milion euro pak mbështetje për qytetarët e Kosovës, dhe ata do të bëheshin pjesë e kësaj mbështetje për qytetarët. Ata e refuzuan. Opsioni i dytë ishte që ata të mos na çonin në zgjedhje, dhe sigurisht që tani prapë kjo nuk do të konsideroj. Po edhe në anën tjetër, edhe sikur mos të mbështetshëm, ishte opozita ajo që po na kritikonte neve pse nuk po ju dalim mbështetje qytetarëve. Pra, nëse nuk do të dilnim në mbështetje, sot në fushat, kritika kryesore e tyre do të ishte pse si mbështetëm qytetarët. Por është mbështetje e njëhershme. Dallon mbase mbështetja e është mbështetje e njëhershme që është bërë shpeshhershme tashmë. Domethënë është një mbështetje që vjen një herë, por që është bërë shpeshherë në kuptimin. A është bërë shpeshherë paca apo ka shpesh zgjedhje për ka dhe shtesa? Jo, nuk është bërë. Nuk është bërë për shkak se ne kemi pas shumë, le të themi, raste të mbështetjeve. Por tash pse kemi shku në zgjedhje, edhe datën e zgjedhjeve praktikisht e ka përcaktuar opozita, jo ne. Dhe çfarë do të bënim? Të lënim të shtynim këtë proces mbaset në kuptimin e interpretimit, tash po themi. Nëse ne do ju thenim qytetarëve që pakoja mbështetja do të vjen pas zgjedhjeve, edhe kjo do të mund të interpretohet si një tendencë që qytetarët më mbajt me shpresë për këtë çështje. Po, ajo çka ka mujt opozita me mbyll këtë temë, do duhej me votu pakon 200 milion euro për mbështetjen e qytetarëve, ose mos më na çon zgjedhje hiç, edhe mos më kon kjo mbështetje. Po ai ka refuzuar të dyjat, këto dhe sigurisht që duhet me kriju, le të themi, një fara libi për një lloj derë. Qytetari i Kosovës nuk blihet. Kjo është e dëshmuar, nëse ata mendojnë që qytetari e Kosovës mund është me blejnë me 100 euro, besoj që ata janë të fyes qytetarin e Kosovës. Pra, qytetari i Kosovës nuk e ka këto. Mbështetja për lëvizjen vetëvendosje, lëvizja vetëvendosje ka qenë edhe në opozit, po është rrit për shkak të qëndrimeve, bindjeve dhe angazhimit edhe parimeve të saj që i ka pas në vazhdimsi. Përveç pjesës së shtesave, qeveria në detyrë mori vendim edhe për ndarjen e 2 milion eurove për linjat e fluturimit për Mërgatën. Po ashtu vendim në prag të zgjedhjeve. Pse pikërisht në këtë kohë gjitha këto vendime që mbase pashmangshëm edhe mund të interpretohen që kanë qëllime politike? Po që unë kam një farë përshtypje që opozita nuk po i analizon shumë vendimet, edhe po ngutet, le të themi, në kritikë. Kjo mbështetje bëhet edhe në shtetet e rajonit, edhe në vende të tjera. Do të ishte shumë e rëndësishme. Plus që mbështetja nuk është vetëm 7 qershor. Mbështetja është derisa të përfundon, le të themi, sezoni i verës. E qartë, zotri Mehani, se ka qëllime të mira, sepse sigurisht secila shtesë ka qëllimin e mirë. Por pjesa e kohës po kritikohet. Po mbështetja pak para zgjedhjeve. Po pak para zgjedhjeve, po na jena edhe 4-5 ditë para zgjedhjeve. Nuk ka në asnjë matematik madje ata atë shumë i bënë në bujë asaj mbështetje, saqë kur u përkthyn në numra dhe filluan me bënë një analizë, le të themi se çka prodhon ajo mbështetje, e heshtën atë punë se e kuptuan se ishte tërësisht gabim. Por duhet me kuptuar që mbështetja nuk është vetëm për ata që vinë. Mbështetja është edhe për qytetarët që lëvizin. Po nëse nuk do të vinte Mërgata këtu, për shkak edhe do të fillohen të anuloheshin fluturimet, çfarë do të ndodhte në kuptimin, le të themi, cila do të ishte humbja e vendit tonë me mos pjesëmarrjen, sepse kompanitë veç fillojnë me u mendu që do të fillojnë me anulu këto fluturime. Pra, duhet një analizë edhe kam një përshtypje që opozita po ngutet, po priton me analizu edhe me marrë qëndimet. Në fund të fundit Mërgata nuk është veç e vetëvendosës, nuk e di pse po e cilësojnë si të tillë. Le të bindin ata Mërgatën edhe Mërgata le të vetojnë edhe ata. Sidomos me pretenduar që na e blejna dikush pe blej ka Mërgatën. Mërgata të paktën që të pavarësinë ekonomike tashmë e ka siguruar edhe mirëmban shtetin tonë me elementat e tyre. Një premtim i